Koajon debat nga Nikol Lesi. Ky kryeministër i ka dhënë shtetit shqiptar, i ka dhënë Shqipërisë 3 qeverit korruptuara. Qeveria e parë ishte korruptuar, e dyta ishte korruptuar, e treta po ashtu. Se në momentin që ke antar të qeverisë, ministra, zëvendës ministra dhe zëvendës kryeministra të korruptuar, automatikisht këto janë qeverit korruptuara. Opozita duhet t'i japë një qeveri të pa korruptuar. Agron Sheaj është kryetari i Partisë Mundësia, deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe sipërmarrës. Ai themeloi Partinë Mundësia si një forcë e re politike të qendrës së djathtë, të ndërtuar mbi lirinë ekonomike, meritokracinë, shtetin e së drejtës dhe kufizimin e kapjes së shtetit nga interesa të ngushta politike dhe klienteliste. Në qendër të angazhimit të tij politik është ideja se Shqipëria ka nevojë për një shtet që garanton rregulla të barabarta, nxit konkurrencën e ndershme dhe u hap rrugë qytetarëve të ecin përpara me punë, talent dhe iniciativë. Që prej hyrjes në politik në vitin 2017, Agron Sheaj është angazhuar në kuvend kryesisht në çështjen që lidhet me korrupsionin, ekonominë, provërime publike, taksat dhe raportet mes shtetit dhe sipërmarrjes. Në jetën publike është njohur për denoncimin e rasteve të abuzimit me fondet publike, favorizimit klientelist dhe deformimit të konkurrencës në treg. Përpara angazhimit të tij politik, Agron Sheaj ndërtoi aktivitetin e tij në sipërmarrje. Në vitin 2005 themeloi Intercom Data Service dhe më pas krijoi dhe zhvilloi kompani që operojnë në Shqipëri dhe në tregjet të huaja, përfshirë Italinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Aktiviteti i tij profesional është lidhur kryesisht me shërbime, teknologjinë, marketingun digjital dhe eksportin e shërbimeve. Përvoja e tij në biznes ka formuar dhe bindjet e tij politike mbi rolin e shtetit, klimën e investimeve dhe nevojën për një ekonomi më të hapur dhe më të drejtë. Agron Sheaj ka studiuar ekonomi në Universitetin e Firences. Në mars të vitit 1991, në moshën 13 vjeçare, u largua me familjen drejt Italisë ku kaloi vitet e rinisë dhe formimet e tij profesionale. Pas 15 vitesh emigrim, u kthye në Shqipëri për të ndërtuar aktivitetin e tij në vend. Përveç angazhimit në politikë dhe biznes, ai ka mbështetur nismën në fushën e kujtesës historike dhe të çështjeve sociale. Është themelues i Institutit të Studimeve Historike Lumos Këndo dhe i Fondacionit Kujto Albania, i fokusuar në dokumentimin e krimeve të komunizmit. Ka mbështetur dhe gjithashtu nisma për fëmijët me sindromën Down dhe familje në nevojë. Agron Sheaj vjen nga një familje vlonjate për ndjekur nga regjimi komunist. Është i martuar me Enidën dhe ka 3 fëmijë. Përshëndetje të nderuar shikues dhe ndjekës të gazetës Koajon Online. Me lejoni të them që në fillim që ky emision ndiqet në kanalet e webit të gazetës Koajon, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Janë mbi 1.1 milion ndjekës deri tani në këtë emision, tek 6 që është. Por para se të filloj për të ftuarin që kam sonte, me lejoni të bëj edhe një sqarim për një emision që kisha herën e kaluar me kryeministrin Edi Rama. Ishte një rrethim, me lejoni të shpjegohem, nuk ishte i ftuar si kryeministër për të bërë një analizë, një skaner për të metat, për gabimet, për korrupsionin, për varfërinë, apo edhe për disa gjëra të mira që mund të ketë bërë. Por ishte një rrethim në 35 vjetorin e gazetës Koajon. Dhe kur ka një përvjetor, ka një festë, njeriu natyrisht fton atë që mendon dhe bën bashkëbisedim. Nuk ishte analizë, pra nuk ishte një skaner edhe njerëz, sepse ka pasur shumë komente negative. Isha i detyruar ta bëj këtë sapo të mbaroj kjo hyrje e imja, të them edhe një herë që Edi Rama ka qenë gazetar dhe analist i gazetës Koajon për 5 vite rresht. Dhe kisha një detyrim, nuk e parë si kryeministër, e parë si ish gazetar. Si kisha Frokçupin, Blendi Feziun, Ben Blushin, Armand Shkollakun, Andi Bushatin, Bejtjen, Sander Frange, plot gazetarë që kanë dalë nga ky. Pra ishte një thjesht i ftuar një si ish gazetar. Atëherë fillojmë te emisioni që kam për sonte. Kam të ftuar një personalitet, një deputet, i cili është mes dy zjarreve sipas meje, megjithëse nuk e di si do përgjigjet, mes Sali Berishës dhe Edi Ramës. Një deputet që ka një parti, që është Partia Mundësia. Ky është Agron Sheaj. Faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesën. Është deputet që për mua ke hyrë mes dy zjarreve, që një zjarr i madh që është i kryeministit, sepse kritikon mafien, korrupsionin, ministrat, gjithë enturazhin e qeverisë, që është e lidhur në një farë mënyrë, siç thoni ju, edhe ka rreth rrotull njerëz që financohen nga krimi. Ke edhe përballë Sali Berishën, që lideri historik, që tani do bëhet prap kryetari i partisë deri në vitin 2030, apo besoj se kështu i takon. Pra, e ke menduar një herë se ke hyrë një rrugë të vështirë, Agron? Rrugë e vështirë shumë, mes dy luanëve që
edhe luftoj me njëri tjetër, edhe plagosi njëri tjetër, po prap merren vesh, si thuhet, poshtë tavolinës me njëri tjetrin. Po, absolutisht unë e dija, ditën që vendosa të dilja nga Partia Demokratike, isha i vetëdijshëm që do dilja kundër të gjithëve praktikisht. Kështu që e kam menduar, por nuk ka zgjidhje tjetër. Pikërisht edhe unë po krijoj bindjen që në fakt dy partitë e mëdha që kanë qeverisur këtë vend në këto 35 vjet, kur në publik kundërshtojnë njëra tjetrën, luftojnë njëra tjetrën, por pastaj në thelb faktet tregojnë që kur ka nevojë bien dakord, si në rastin konkret, ne jemi në Shinjestër, ka qartësisht një marrëveshje, apo ka një tentativë për marrëveshje, e tregon fakti që kanë rënë dakord për duan të ndryshojnë sistemin zgjedhor dhe do ndryshojnë sistemin zgjedhor. Edhe për Pragun, 4-5% mos në dëm të partive të reja, kështu që është duket që është marrëveshje e hapur mes Berishës dhe Ramës. Ka si dyshim, absolutisht. Unë e pyeta zoti Shej, nëse më lejon nganjëherë mund të them edhe Goni, se Goni duket pak më afër, ndaj po të them edhe zoti deputet, zoti kryetar, po është me agron, nëse ta vëmë është me njerëzore agron. Ky lloj komunikimi, se tash është i koha jon debat, nuk është intervistë dhe nuk është një me analistë që vinë dhe zihen shamaton. Prandaj e kam lënë koha jon debat që i ftuarit ketë sa më shumë kohë të flasin. Agron i nderuar, kam përshtypjen se edhe një herë thash që ke hyrë deti të thellë, po të dy këta që unë kisha edhe një herë thash Edi Ramën dhe pyeta a ke marrëveshje me Berishën, më tha në mënyrë kategorike jo. Pra këto e mohojnë, pyesin Berishën gazetarët, thotë jo. Ti pret thon po. Dakor, se unë e njoh politikën se kam qenë vetë deputet agron. E njoh mirë se mua. E njoh këtë histori, por problemi është se ti thash edhe një herë, ti më fal që të lejon, po me jep leje tash, thash gazetari i vjetër, më fal ndonjë gabim, një lapsus. Agron është një mal i madh përballë, edhe një herë thash që një kodër të madhe që është Berisha dhe një mal i madh i që është me pushtetin e Edi Ramës. Si do të arzosh te kryeministri, sepse ke kritikuar mafin, ke kritikuar oligarkët, që është një sherr i madh, që nuk e di, nga një mbaj bodyguard ose më bodyguard? Jo, nuk mbaj. Nuk mbaj bodyguard. Se i thash edhe Saljanit herën tjetër për një gjë që tha do shkoj te PD-ja. Do shkoj te PD-ja, tha do dorëzoj në obor kërkesën për të regjistruar. I thash mos brenda se do hash dru. Në fakt nuk shkoj me dëgjoj. Tani unë nuk po them që turoj këtë gjë, po ke prekur shumë me fije te mafjes së krimit të organizuar. Çiko. Unë nuk besoj se, unë nuk ndjehemi kërcënuar, të vërtetën. Mendoj që nëse, unë merrem me politikë jo nga halli. Ma nuk më detyron njëri të merrem me politikë. Merrem me politikë sepse ndjej dëshirën, e kam pasion politikën, dua të bëj diçka të rëndësishme për vendin tim dhe nuk ka gjë më të mirë dhe më fisnike se sa realisht të bësh diçka që nga cila nuk përfiton, përkundër se unë bet. Ti thua, jo po ke prekur interesat të mëdhaja, je futur midis dy zjarreve, rrezikon. Jo, unë të inkurajoj në këtë sens. Po kam fjalën, a ke menduar se ke hyrë një valle shumë të madhe mes ujqër, valle mes ujqërve? Më fal, po nëse ti synon që të ndryshosh Shqipërinë, t'i japësh Shqipërisë një vend, një qeveri të pakorruptuar, natyrisht do kalosh nëpërmjet këtyre betejave, se si u bë kjo punë. Pa luftë nuk bëhet. Dakor të agron, se e kam provuar edhe vetë dikur, si me Berishën president, si me Fatas Nanën kryeministër, po me lejo të bëj një pyetje tjetër. Ju jeni më shumë idealist, pra se jeni sipërmas shumë i suksesshëm, nuk jeni pa para, se gjitha janë të taksueshme, të kontrollueshme, sepse edhe shteti ka kontrolluar ka sakatuar, me sa kam parë disa herë. Po më shumë mendon si idealist apo si njëri praktik që si mund ta ndryshojmë këtë sistem, si mund ta ndryshojmë këtë vend? Tani, absolutisht unë i kam të dyja, në kuptimin që unë nuk jam nga ata që mendoj që besoj në teorira utopike, si shumë të tjerë, po dhe unë nuk është se në programin tonë ne kemi në një gjë të paarritshme. Ne duam që në Shqipëri thjesht të sundoj ligjin, kush atyre që duan t'ja dalin me punë, me sakrificë, me këmbgulje, mos u bie askush në qafë, të garantohet prona,
nuk më duket ndonjë gjë idealiste. Ne nuk po flasim as që do bëjmë gjëra utopike si mund të ishte synimi i ideologjive komuniste apo të ngjashme. Nuk po flasim për diçka shumë idealiste, shumë e prekshme çfarë propozojmë ne. Dhe po të shikosh dhe betejat që bëjmë, në betejat e fundit që kemi bërë, flas për to tani, çfarë po flasim? Ne duam thjesht që kush pronarëve të njihet prona, mos u rrëmbet prona nga i zyrtar të lartë apo oligarkë të lidhur me qeverinë, apo nga qeveria vet. Ne duam që në këtë vend të vogël dhe të varfër, para të mos t'i vjedhi ministrja, zëvendës kryeministrja apo antarë të qeverisë që në vend që ta bëjnë tunelin me 140 thonë, pritani ta anullojnë të me 140 apo me 190, sepse ashtu është një punë, dhe ato 50 milion euro mos t'i vjedhi ajo, po të investojnë në arsim, në shëndetësi. Këtë po kërkojmë. Janë gjëra shumë të thjeshta. Tani, unë kam jetuar jashtë, si shumë shqiptarë të tjerë. Nuk kam shpikur ndonjë gjë dhe nuk propozoj këtë asnjë ndryshe, nuk ndryshon fare nga çfarë kemi parë në Perëndim. Unë kam jetuar në Perëndim, shumë shqiptarë kanë jetuar në Perëndim, dhe në mënyrë paradoksale, pavarësisht se as unë, as shqiptarët e tjerë nuk ishim në shtetas atyre vendeve, ne kishim më shumë të drejta jashtë se në Shqipëri. Ky është problemi i madh, por për shumë fatkeqësisht, për shumë qytetarë shqiptarë që nuk kanë jetuar ndonjëherë jashtë, ju duket e habitshme se si ti mund të kesh të drejta. Se si ty nuk duhet të shqetësohesh që një ditë bukur nga Içi vjen një pushtetar apo dikush i lidhur me pushtetarët dhe të bjen qafë, të marrin pronën, të mojnë një të drejtë. Këtë duam në Shqipëri, nuk duam në një... Dakor drejt tani, nuk kam kundërshtim me këtë që thoni, por ka një gjë tash se thash edhe një herë prap e ripërsëris se ke dy luan, majtës dhe djatës, por që ju jeni 3 parti, pak a shumë 3-ja, nëse më lejon të përmend edhe kolegët tuaj opozitarë, që është Partia Arlind Qorrit dhe Adriatik Lapaj. Ju jeni pak a shumë partia parë, nëse mund të them, në këto 3 parti të reja. Nuk gjeni një formulë konsensusi për bashkimi që kur bashkoni edhe në sytë e votuesit, se unë kam dëgjuar gjatë fushatës, këto të 3 pse nuk bashkohen, si përqanë këto 3 që ne kemi shpresë për të 3. Tani mund thonë disa më shumë për Agron Shenjë apo Arlindin, nuk po vetë do të më pesh tash, apo Adriatik Lapaj, po gjithë shpresa e njerëzve ishte që ta ndryshojmë të sistem, të votojmë 3 parti të reja. Në 2021-shin, në 2025 do të ndryshim shumë i madh. Për herë të parë, u votuan parti të reja. Mbi 150.000 votues votuan për një parti të re. Nuk është ndodhur kur më përpara. Gjithmonë ka patur parti të vogla që në përgjithësi nuk e kanë mbindur elektoratin. Ose janë shtypur dhe janë shtrydhur e themi nga 2 partitë e mëdha. Ky është fakt në 2025 për herë të parë. Tani unë e kuptoj që votuesit do të donin që këto ishin 4 parti në fakt, të flasim për kryesorët midis partive të reja. Do kishin dashur këta të ishin bashkë. Por nuk është e thënë që duhet të jetë kështu. Dhe shqyqur Zotit nuk ndodhi kjo gjë, sepse gjatë gjitha fushatës elektorale, Adriatik Lapaj, i cili bëri koalicionin me Endri Shabanin, në një farë mënyrë na propozuan vazhdimisht, na u lutëm pothuajse, duke na thënë ne duhet të bashkohemi gjithë forcat e reja bashkë, të maksimizojmë numrin e deputetëve, mos të shkojë vota dëm, apo së shumë. Më falë, ti ke eksperiencë më të madhe se Lapaj dhe Qorri, sepse vjen edhe nga një sipërmarrje që ke ditë të administrosh, eksperjenca jote duhet ndikonte që këta ti përbashkonte Agron. Tani, ata që u bashkuan, për të patur një bashkim do të ekzistojnë kushtet. Dhe në atë kohë nuk ekzistojnë kushtet dhe vazhdojmë mos të ekzistojnë kushtet. Dhe aq më tepër që nëse shikojmë se si përfundoi ai koalicion që ata u munduan të bënin, Adriatik Lapaj me Shabanin, ai është një shembull për të dalë në konkluzionin që nuk duhet bërë koalicioni, dhe jo që duhet bërë koalicioni. E kuptuat, jo e pat vetë. Bën koalicionin, dhe pastaj u bën lëmsh, dhe quan në parlament tezën. Apo së shumë? A ishte skandal. Tani, si mund të më thoni, si mund të tani ju apo kush do tjetër, dhe më thot Agron do të ishit bërë bashkë, si të bëshim bashkë? Po ne po të ishim bërë bashkë, ne zdo ishim parlament sot. Ne do kishim teze alla Xhaxhalla. Zoti Shej, me lejo të kundërshtoj. Tani kalove te Zoti Shej, nga Agron te Zoti Shej. E distancova pra. Po pse kështu apo s'pëlqeu përgjigje? Jo, nuk më pëlqeu se po ta them edhe një herë insistoj, ja. E shet, domethënë nuk e ke pak në profil, ja e veti i pari atje. Ke Arlind Qorrin, ky ka ikur avokati i popullit, Shabani, edhe Adriatik Lapaj.
4, koti ke futur regjia, po 3 janë tash, po gjithsesi ti e ke ngatruar, po nuk të them dot se jemi transmetim tash live zotin Agron Shej. Agron një i pari atje. Nuk i përbashkon, pra nuk gjeni një mënyrë prap akoma, sepse ndryshe them edhe një herë, në sytë e votuesve, njerëz qytetarëve thjesht, thon boll, edhe të majt kam dëgjuar, boll na mërzitën këtë, na mërzitën, edhe të djathtë kanë na mërziti ky Joni, doktori i famshëm. Por thon, kemi këto 4 emra, 3 emra që janë figura edhe simpatik të qelluar, duke mirë. Ja, tani e nxori tamam. Duhet të mërziten. Tani të futin mes për shkak. Regjia, Lapaj, Shej dhe edhe regjia duket me mik të mban se të ka futur si lider përbashkues në mes. Kështu që në këtë sens edhe një herë Agron, pa kaluar pak me batuta, ti ke një përgjegjësi të madhe. Je deputet, ta thash karizmatik, kokfort, në një farë mënyrë në sensin pozitiv, se unë të kam parë si debaton, si zihesh në kuptimin, nuk them me grushte, po zihesh me argumente, me fakte, me gjitha. Ta thash një herë që merr roje ta përsëritë që është mafia e madhe kjo në për Shqipëri, por ti ke një përgjegjësi për t'i përbashkuar që në zgjedhjet, për shkak të Bashkisë Tiranës, ju mund të jepni një të tre një emër, një kandidat, mund t'jeni ju, mund t'jeni diku tjetër, dhe po të them absolutisht. Mund të flasim në mënyrë konkrete? Do fitonit më gënë, do fitonit. O nuk do merrit pushtet, po merrit 20% më gëni. Ja, thash Ne jemi 3, zëm se jemi 3. Dakor? Tani, Adriatik Lapaj ka propozuar pragun 4% për partitë e reja. Te ke dëgjuar? Jo, tani po dëgjoj nga. Se dieti këtë? Jo, se dieti. Po kjo është. Tani ky ka dalë ka thënë që ky ka propozuar, ky mendojnë që duhet të kemi një sistem. Kur e propozoi se ajo fut vetes, më fal se po flasim. Po ja këtu prandaj këtu do të dalë. S'ka nevojë fare s'kemi nevojë të argumentojmë. Po mund ta frasim, mund të debatosh, Agron. Më duket se ti tani si gazetar i vjetër këto nuk ke shumë përditësuar në këto ditë të fundit. Tani çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Tani po diskutohet reforma e sistemit zgjedhor. Sistemi zgjedhor që kemi ne është skandal. Problemi që kemi është që këta duhet ta bëjnë më të keq se ç'është. Ashtu siç kanë bërë në fakt në këto 35 vjet. Çdo gjë që kanë futur duar në sistemin zgjedhor, këta kanë bërë gjoja mystifikimi për ta rregulluar. Dhe kanë bërë më keq se ç'ishte. Tani do të mbini një gjë janë mbledhur, duan të bëjnë reformën zgjedhore. Dhe çfarë strategji po ndjekin? Kanë nxjerr Adriatik Lapaj, i cili unë si përfaqësues i partive të reja, kanë ngritur veten si përfaqësues i partive të reja, kanë folur në emrin tim, në emrin e Arlin Qori. Me lapsus e ka thënë pa dashje. Jo, nuk ka përsëritur, po më fushat. Ai ka menduar se ju mendoni. Po bën fushat, thotë edhe ka kërkuar, ka propozuar pragun 4% dhe sistem kombëtar proporcional. Berisha thotë që erdhi Adriatiku tek unë, më propozoi 4%, pragun 4%, edhe Berisha ka pranuar. E ka thënë vetë në konferencë për shtyp. Këto janë fakte. Tani ti po thua, si mund të bëjmë ne tani me një parti politike, lideri të cilës thotë hajde vëmë pragun 4%, në mënyrë që asnjë parti e re mos ketë mundësi të hyjë në parlament. Ose t'ja bëjmë sa më të vështirë partive të reja të hyjnë në parlament, më thuaj. Tani vetëm ta kesh, imagjino vetëm këtë gjë. 4% me këtë që propozojnë këta, që propozon ky, asnjë nga partitë e reja nuk do kishte hyrë në parlament zgjedhjet e fundit. Asnjë. 150.000 vota do shkonin ndëm. Sepse asnjë parti e re nuk mori 4%. Mori Adriatiku me Shabanin 4%, po i morën bashkë. Zoti Shej, i morën si koalicion. Të updatosh edhe për një informacion që nuk e ke. Po. Unë e kam pas Lapaj në studio. Nuk e pas kohë për ta ndjekur se ke punë plot. Po ai ishte shumë bashkëpunues dhe shumë dashamirës. Po me fakte, jo me fjalë, me fakte. Ishte shumë dashamirës për një bashkëpunim me ju dhe me Arlin Qorin. Si mund të jetë bashkëpunim? Dhe këte 4% që thatë ju, ai besoj, ka pas mendjen, besoj tash, them për gjën e mirë, që të tre bashkë ju kalonit pak në 20%. Të tre bashkë, patjetër, 15-20% ju e merrni po të bëj bashkë. Po prapë shoh edhe një herë Agron, shoh nga një herë ajo ideja Bajraktarit. Mos është ideja Bajraktarit, unë jam kryetar partie dhe unë vendos. Jo, nuk është fare, s'ka lidhje. S'ka lidhje fare. Po e kuptoj unë që mund ta mendojnë votuesit këtë gjë, se në Shqipëri kam dëgjuar. Për shembull, më bëri përshtypje kur ti më prezantove, më the Agroni ka partinë mundësia, thotë ka mund time në partinë mundësia, se është fjalor që përdoret. Drejt timin dhe nuk kuptoj. Dakor, jo, po nuk kuptohet, po kap është mënyrë. Ti e ke ti. Po jo, më shiko. Ti e ke, se po i ke ti bie partia. Po mirë, kjo është tjetër gjë që un jam një nga
antarët apo themi politikanë më i rëndësishëm, antari më i rëndësishëm, janë drejtuesi i kësaj partie politike. Mori je kryesori një shikoler, po të thuash që kam, po mirë dakord, po ai që po them thjesht që është kjo, ne jemi mësuar në Shqipëri se kështu kemi parë që partitë kanë nga një pronar, kanë nga një kryetar, sepse të gjitha partitë politike, pothuajse të gjitha partitë politike kanë patur një lider dhe kanë ato parti politike dhe sot, se kjo është Shqipëria, demokracia në Shqipëri është 35 vjeçare. Dhe vazhdojnë të kenë të njëjtin lider, pas 35 vjetësh. Ose me ndryshime i kanë marrë, i kanë trashëguar nga lideri i mëparshëm. Më kupton? Kështu që unë e kuptoj këtë dyshim që kanë njerëzit, por në rastin konkret nuk ka lidhje me këtë gjë. Unë nuk kam asnjë problem me koalicionet. Unë problemin e kam nëse duhet të bëhet një koalicion, koalicioni nuk mund të jetë thjesht hajde se jemi të rinë hajde bëjmë koalicion. Ne duhet ta mendojmë njësoj, duhet kemi një vizion të përbashkët. Ne nuk mund të futemi të gjithë në një koalicion, pse? Se jemi opozit. Çfarë do të thotë jemi opozit? Ka një fjalë Agron se ti e di mirë, never say never. Kur mos thuaj kur. Që do të thotë, unë kam parë edhe unë deputet si ju, dikur që isha i ri, në parlament që mendova kur Berisha me Fatosnana nuk takoshin. Kur? Isha bindje. U takuan. Gjetën ca zgjidhje, ca kompromise. Atëherë kam qenë deputet prap, ku takuan në mesnatë Edi Rama, kryetari i PS-s, me Sali Berishën që ishte kryeminist. Bën pak marrëveshje, pavarësisht që ajo ishte marrëveshje më skandaloze që shkatron kushtetutën, po ama për herë ka një rrugë bashkimi. Kështu që mos thuaj Adriatik Lapaj, se Arlind Qorri s'ma përmende fare, nuk e di pse nuk e përmende. Shiko, pse nuk e përmende, po sepse dallimi me është ideologjik. Problemi me Adriatik Lapaj është që Adriatik Lapaj nuk ka integritetin, nuk mund të ulem unë me Adriatik Lapaj. Ja, mas. Po nuk ka integritetin. Ky është problemi i madh. Agron, se je njëri me kulturë e personalitet, mos e ofendo ti. Ai për shkak më foli shumë mirë për ju kur ishte në studio, nuk më bëri fare këtë. Tani unë po të them. Unë s'po mbroj se jam zëdhën si Adriatik Lapaj. Ai tha që me zotin Shehej, i cili është politikan. Nuk më ke ndjekur. Jo, të kam ndjekur, son tash nuk rrimë me çirin pas te. Kuptoj, prandaj po them se unë ne deputeti i parlamentit ndjek sa duhet për ndjekur. Atëherë, thjesht po them, nuk ka integritetin si politikan edhe unë për këtë kam mbajtur një qendrim. Kam mbajtur një qendrim sepse mendoj që është shumë e rëndësishme që qytetarët shqiptar të dinë se kë votojnë, se kush i kërkon votën. Dhe kur kemi të bëjmë me parti politike dhe me kryetar partish që financohen në mënyrë me prova dhe me fakte nga krimi organizuar, çfarë kuptimi ka? Adriatik Lapaj? Ti s'ke ndjekur. Jo, e kam ndjekur, po ta kërkoj ta thuash një, kjo është shumë e rëndë, kjo është shumë e rëndë. Ai tashi zoti Shej. Tani po më fut që unë kisha mbyllur atë, nuk po merresha me atë. Jo, zoti Shej, me lejo të them, thash, është koha, kjo është për debat pak a shumë dhe kam qejf edhe të ngacmoj çik. Tani ai qëndroi para kryeministrisë me i karrike, me i çadër disa kohë. PD-ja nuk i shkoi afër, ju nuk i shkuat afër për të përbashkuar. Ai bëri thirrje, hajde zoti Shej, hajde zoti Berisha, nuk erdhi, nuk shkuat. Ishte një protestë që në fundit një shkëndije vogël ishte. Dhe asnjë nuk e ndihmuat. E la në rrugë madhe. Po kush është ai që të ndihmojnë dhe kuptojmë këtë gjë? Atë nuk e praktikojmë ne, praktikojnë njerëzit për atë punë. Pa ishte në drejtën e vet, është në drejtën e vet, shumë mirë, bëri protestën, por kjo s'do thotë gjë. Zoti Shej, e lem Lapaj se shoqë pasi një mlef të madh ndaj tij. Jo, tani gabon, mund ta them që gabon. Nuk kam asnjë mlef unë. Nuk kam absolutisht asnjë mlef. Zero. Thjesht ai që përkoj të them është që unë nuk kam besim tek projekti politik i Adriatik Lapajt dhe tek ai si lider i partisë Shqipëria Bëhet. Më the për Arlind Qorin. Arlind Qori ndryshe nga Adriatik Lapaj, mund ta them, nuk e kam problem, pavarësisht se nuk janë jemi dy parti të ndara. Adriatik Qori, Arlind Qori më sulmon vazhdimisht, ai mendojnë që unë jam e kam ftuar mas 2 javësh. Jam më quan, si më quante, kështu kapitalist që shfrytëzoi punonjësit, shumë e radhë, nëse nuk ka rëndësi, por është në drejtën e tij. Por me Qorin unë nuk kam asnjë problem, nuk ai e mendon ndryshe, unë e mendoj ndryshe. Unë mendoj që shqiptarët duan një mundësi, duan t'ia dalin me punë, nuk presin nga shteti, shtetin e kanë problem bile, kanë frikë nga shteti, e duan sa më larg. Arlind Qori mendojnë që shteti do zgjidhë problemet e qytetarëve shqiptar. Ne mendojmë totalisht ndryshe. Unë mendoj që shteti sa më shumë, sa më i madh jetë shteti,
Sa më shumë të fusi duar shteti në jetën e qytetarëve, aq më keq është, aq më tepër në Shqipëri, një vend si Shqipëria. Dakor? Ai mendon të kundërtën. Ai mendon që shteti po t'japim ne shteti, po t'i japim shtetit mundësinë të ndryjë në ekonomi, të bëj politikat ekonomike, industriale dhe kështu me radhë, do jetë shteti shqiptar do forcohet, ekonomia do rritet dhe njerëzit do jetojnë më mirë. Unë mendoj të kundërt, unë jam për një sistem ku sundon apo ku ne i shtym njerëzit të punojnë, t'ja dalin, iniciativa private, ekonomia e lirë, sa më pak shtet. Po e mendojmë ndryshe. Kemi një dallim dhe kjo na dallon, kemi një dallim jashtëzakonisht shumë të madh. Kurse po ju përbashkon një gjë e madhe, ju përbashkon një gjë e madhe agron, që tërzoni qeverinë dhe të largoni dy politikanë nga skena politike, Berisha dhe Rama. Nuk është e mjaftueshme. Njerëzit duan alternativë, nuk duan thjesht urrejtje ndaj një njeriu të vetëm. Thoshta, Edi Rama do të ikë, por apo zoti Sheh. Tani kam dëgjuar liderin e madh të këtij vendi, të së djathtës, doktor Berisha, unë them doktori i madh, që disa herë shprehur në streshta, nganjëherë edhe troq, po me streshta që ju bëni punën e opozitës ndaj opozitës. Pra që përçani votat e opozitës dhe indirekt ndihmoni kryeministin Rama. Si e komentoni këtë? Është mlef i përhershëm i doktorit apo ka fakte? Akuz që sharake që e kam dëgjuar edhe në drejtim të shumë të tjerëve. Me kë nuk kjo është tipike. Nëse si me mua, je kundër meje. Kështu që je me armikun. Ne kushdo mund të shoh opozitën që po bëjmë në parlament, opozitën që po bëjmë në media. Ne po flasim për gjëra që Partia Demokratike as nuk i kalon në përmendje se mund t'i thotë. Si për Rjollin, për opozitën, pse PD-ja nuk ka reaguar? Për Thuman Kashar, për skandalin e Belinda Ballukut, por me fakte. Pse Berisha nuk ka reaguar? Me fakte, ma thuj pse? jo në mënyrë të përgjithshme. Ma thuj pse Berisha nuk reagon për këto raste që thatë ju? Pse? Se reagon sepse ka, me sa duket pyet ato, mos pyet mua. Nuk e di, do ta kem thuar edhe Berisha. Unë thjesht them një fakt. Ky është fakt. Ky është fakt. Oligarkët as Berisha nuk i sulmon. Pyeta. Mos pyet mua. Ke qenë PD dhe ka ardhur nga PD-ja te kjo partia që ke krijuar, që shpresohet në zgjedhjet e ardhshme të ketë jo 2 deputet, po të ketë me dy shifra, shpresoj, dhe do ishte mirë për vendin, jo vetëm për ty. A ke menduar ndonjëherë se ke ndonjë detyrim ndaj Partisë Demokratike që e braktisa Ike dhe Berishës? Shiko. Edhe brenda vetes. Unë kam hyrë në Partinë Demokratike kur Berisha nuk ishte kryetar. Ishte Basha, pa ishte kryetar de facto, vje keq. Unë po them, unë isha e ri, nuk kisha marrë me politikën më parë. Hyra në Partinë Demokratike sepse mendova që kontributi im brenda Partisë Demokratike, brenda një partie të madhe, unë vi nga një familje e qendrës së djathtë, kam bindje thellësisht të djathta. Familja përsekutuar në vi nga një familje përsekutuar, kështu që unë në një parti të djathtë mund të përfshihesha. Dhe vendosa të hyj në Partinë Demokratike. Jo sepse unë nuk e dija që Partia Demokratike nuk ishte probleme, apo që Partia Demokratike ishte perfekte. Isha i vetëdijshëm, por që mendoja që si një i ri që donte të përfshihej në politikë, mendoja që kontributim, unë mund të jepja kontributin tim që Partia Demokratike të ishte një parti më e mirë, të ishte më bindse dhe të luftoja që të largonim qeverinë Edi Ramës. Bëra gjithçka brenda Partisë Demokratike. Bëra opozit, mendoj se disa nga betejat që kanë bërë brenda Partisë Demokratike kundër Edi Ramës, Unaza e Madhe për shembull, apo Trau, i Kuksit, isha vetëm unë praktikisht, asnjë deputet tjetër i Partisë Demokratike nuk ishte aty të luftonte me anëtarët e tjerë dhe profesionistët e tjerë të Partisë Demokratike. Arrita deri aty sa kandidova për kryetar, isha një nga më të votuarit në 2021, kujtohet? Po, sikur të ishte tash në PD dhe të kandidoje tani me datë 23. Arrita deri aty sa
kandidova i vetëm kundër të gjithëve, kundër Lulzim Bashës për kryetar të Partisë Demokratike. Të kujtohet apo jo? Tani nuk të thosha që i dola borxhit Partisë Demokratike, po më shumë se aq nuk bëja dot. Arritën aty sa në zgjedhjet që për kryetar të Partisë Demokratike doli kryetari i Këshillit Kombëtar dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka dhe Edi Paloka, thanë që ne kemi futur duar në kuti, kemi manipuluar procesin zgjedhor. Ne tha e bëm kryetar Lulzim Bashën. E ke dëgjuar, po këtë e ke dëgjuar apo? E ke dëgjuar. Skandal është. Kupton? Tani ti më thua mua agron, po ti pse qëndrove, pse ike nga Partia Demokratike? Po çfarë bëja më shumë? Çfarë duhet të bëni më shumë ata që unë të vazhdoja? Të bëj një pyetje që e bëjnë besoj gjithë shikuesit e Koha Jon Online. Ju keni 2 deputet sot. Në zgjedhjet tjera që janë 2029, se besoj se zgjedhjet parakoshme parlamentare, duke qenë Berisha përballë, nuk e besoj që mund të ketë, gjithçka mund të ndodhë në këtë vend. Por çfarë synimi ke pak a shumë, sepse duhet të marrësh paktën mbi 10 deputet që ti je faktor qeveri bërës. Se është pak e vështirë, Agron. Shiko, unë ta kuptoj pasionin tënd, entuziazmin tënd, punën që bën, se unë të ndjek aq sa mund të ndjek gjithë njerëzit. Thash, njëll pas kamera e Koha Jon pas Agron Shehit, kam plot të kjo dynja. Por që e shoh që i vetmi nga kjo entourazh i ri që ka një shpresë mund të eci partia jote. Po sa mund të shkosh maksimumi? Shiko, ne kemi filluar një projekt politik nga hiçi, nga zero. Një vit e gjysmë, më pak se 2 vjet, arritëm të hyjmë në parlament me 2 deputet. Morëm 3% votave në gjithë Shqipërinë, në Tiranë kemi marrë pothuajse 6% votave, që unë mendoj se është një rezultat jo i keq. Në sondazhet që kemi bërë kohët e fundit, mbështetja jonë është rritur, është dyfishuar, më shumë se dyfishuar. Në një vit nga zgjedhjet e fundit, se çfarë do ndodhi dhe sa do na votojnë, këtu e 3 vjet ne nuk mund ta dim. Po unë di një gjë, nëse do të rritesh, duhet të punosh. Duhet të punosh, duhet të bësh opozit, duhet të kërkosh besimin e qytetarëve. Se kur do binden këta qytetarë për të votuar Partinë Mundësia, dhe nëse do binden një ditë për të votuar Partinë Mundësia, unë nuk mund ta di. Dhe me çfarë shpejtësie do binden, nuk mund ta di. Po unë di që pa punë nuk arrihet asgjë e para. Dhe dyta, nuk ka asnjë ndryshim nuk vjen brenda ditës. Do punë, do këmbgulje. E kuptoj që ka shumë që thonë, pse ty do presim ne, Agroni do presim ne, të rritë Agroni. Se mos vjen të thinjat e mia kur të kesh... Dgjoj, unë të thinjat, po unë të thinjat do uroj që të vijë një ditë. Po do në shumë vite, se ti... Dakor, po, më falë. Njerëzit presin ndryshim, Agron Shehit, njerëzit presin ndryshim. Po njerëzit presin ndryshim, nëse presin duke patur vetëm Berisha dhe Rama, nuk bëhet ndryshim. Të përqafojnë ndryshimin atëherë dhe mos të presin. Kanë mundësi. Po si vetëm ti ndryshimi, se thashë prapë insistoj atë emrat e tjerë, ka edhe emrat e tjerë, mund dali partia re, se dëgjova këtë ditë se po zgjidh Kazani për parti 3. Nëse duan ndryshimin, duhet të votojnë për ndryshimin. Nuk mund të thonë duan ndryshimin, po ti Agron ktheu te Partia Demokratike, ktheu te Berisha, se ky nuk është ndryshim, se ka një kontradiksion në këtë gjë. Tani edhe duan ndryshim, edhe thon Agron, jo po shko ti ktheu prapë te PD-ja, po si u bë ndryshimi kështu? Te PD-ja kam prapë një përshtypje si gazetar i vjetër që po të ishe tani në PD. Po. Dhe të kandidoje përballë Berishës, tani 23, se 23 shtundë kanë duke doktor i madh, zgjedhën që votohet kështu me një kandidat. Kam përshtypje se aty mund të shkoshin shifrat nëse do ishe kandidat për kryetar partia. Po ti mendon që 2021-shin Basha ka marrë më shumë vota se unë? Nuk e di tamam tash, po tani them që po të ishe... Po në 2021-shin ti mendon se ka marrë më shumë vota se unë? Unë shoh rezultatin që tha Edi Paloka me Flamur Noka. Po të njëjtin rezultat do shikosh ti brenda Partisë Demokratike. Nuk ka asnjë ndryshim. Agron të bëj pyetje djallëzore tash, po ta them. Fillove me ato djallëzoret. Nëse ta zëm në zgjedhjet tjera. Po. Votat tuaja. Po themi një shpresë paksa utopike, po dëshiron njëri që kapish vërtet me 2 shifra. Ke 10-15 deputet, 20 po themi. Dhe deputetët tuaj përcaktojnë qeverinë e re. Do bashkoshit votat për bërë qeverinë me Berishën apo me Ramën?
Do të ma thua, di që nuk pëlqen, po... Jo, nuk më pëlqen, nuk pyetje hipotetike është kjo, por për të krijuar një ide që shikuesit tanë nderuar thonë, Agron Shej, kur të vjen në radhën tjetër, do votojmë se... Ne kemi 2 deputet, nuk e di nëse ti gjen kohën të ndjekësh parlamentin. E ndjek nga një, ndjek. Dhe mendoj se ke edhe deputetit tjetër shumë të mirë, flet mirë. Po bëjmë një punë, unë mendoj shumë të mirë. Shumë të mirë. Flet edhe ai. Imagjino çfarë do bëjmë ne këtyre me 20 deputet. E kupton? Kështu që po prapë me 20 deputet Agron Shej nuk e bën dot qeverinë. Prapë me njërin nga këto do ta bësh. Kur të o me doktorin që do jetë 86 vjeç, sa i takon diçka tillë, atëherë 2029. Unë përgjigja ime është kjo. Dhe ose me Ramën. Ne kemi hyrë në politikë dhe kemi krijuar Partinë Mundësia për të sjellë ndryshimin në këtë vend. Dhe ne ndryshimin nuk mund ta sjellim as me Sali Berishën, Edi Ramën, as i bet fjalë. Po si me këtë ta bësh Agron pra? Tani unë po them që ne kemi hyrë për të sjellë ndryshimin. Dhe do gjejmë mënyrën për të sjellë ndryshimin pak ta. Të bëj edhe pyetje prap, nuk është krediallëzore, po është që çakullon lart e poshtë, kam dëgjuar shumë. Këto Rama thotë kazani mediatik, po unë se quaj dot se nuk bëm kazan mediatik se jam gazeta e parë në këtë vend, e pavarur. Thonë lart e poshtë. Agron Shej është një nga kandidatët e mundshëm për kryeministër i opozitës. Është e vërtetë apo është që zi prap kazani? Bile dhe PD-ja ka pranuar ndërdhëm. Nëse duan të më kandidojnë, Jo, mos e merr me të qeshur, po kështu zihen kazani lart dhe poshtë, nuk e di këtë lapë, se lapë nofta edhe mund të kundërshtojë, se sot e bëre blozi. Jo, kësaj që farë unë kam bërë plus se kaq për atë punë, po. E ke gabim prapë. Ta them edhe një herë, thashë një herë, nuk jam zëdhën si drejt i lapë, realisht, po edhe një herë insistoj, si një qytetar i këtij vendi, jo si gazetar, që nëse ju do jeni bashkë të 3 të 4, se mund dalë parti 3, thash, bashkë. Po të them me garanci absolute, me aq eksperjenca kam Agron Shej, ju mbani pushtetin, merrni pushtetin. Domethënë që përcaktoni rregullat e qeverisë së. Është çështje kohe. Kryeministri caktoni ju. Është çështje kohe. Unë një ditë do jem kandidati i opozitës. Po për kryeministër. Për kryeministër, kështu që se kur do ndodhi, nuk e di. Me fjalë ke biseduar me doktorin? Jo, unë s'kam biseduar me asnjë. Po unë prandaj po ta them sepse ne kemi hyrë në politikë, kemi krijuar, ne kemi shumë besim tek çfarë do bëjmë, tek e ardhmja e Partisë Mundësia, nuk mund të vendosim afate kohore, nuk mund të themi që për 1 vit, për 5 vjet apo për 10 vjet, po ky është një projekt politik afatgjatë. Njerëzit mund të duket e çuditshëm, do presim ne. Ne presim. Pastaj kush nuk pret, ose të vazhdojnë në rrugën e vjetër, ose të përqafoj. Nëse është kjo për 50 vjetësh, nuk e di ai atje lart na mban as ta mban këtej, po do kemi ikur një pjesë andej në bota tjetër. Ne duam të pa ndryshime tani sa jemi këtej, se kur të ikim andej pastaj unë për se pasi të vish pas 100 vjetësh andej kur të ikim unë përpara se kam moshën, ti mund të vish si kryeministër, po unë them ti je kryeministër dhe forcë e madhe politike sot që dikosh në ndryshimin e sistemit, ndryshimin e gjendjes politike, e të ekonomisë. Po nuk është e pamundur, ti vërkon një gjë që është e pamundur. Si e pamundur? Është e pamundur. Më thuaj mua ti si është e mundur. Kush do të thëjë? Po ti shon. Po ne kam provuar, Agron, se më futën në histori tash se më ngatrove. Po, më thuaj. Kam qenë një herë 4 vjet kryetari i Partisë Demokratike. E mora bloz. Po. Mund ta vërtetosh nga KQZ. Jo, më thuaj si do ta bëje ti. Dhe futa 3 deputet për herë të parë, deputet demokracian për herë të parë. Edhe as dorë që ika. Dikush thotë bëre gabim, po më mirë se ika. Ika fare, nuk duhet fare, se janë mërzit nga politika. Se kam parë majtës dhe djathës dhe Agron një qorbe madhe, të 2 kazanët zinë me njëri tjetër, kanë enë komunikueset, cilën më njëherë të i pazare që merren vesh me njëri tjetër, pra 2 partitë të mëdha, që kanë nevojë për të ndryshuar këto kazanë, për të hequr fare. Por duhet që Agron Shej dhe gjithë këto entourazhi i ri, gjithë emrat e ri, edhe shoqëria civile të përbashkohen, t'i lënë natet, qefmetit, bryllat, dhe thonë nesër, në flet votimi, nuk thot Agron Shej, apo Arlind Qorri, apo Adrekit Lapa e tjetri, po thot partia ku do një front që i veni ju, edhe njerëzit shkojnë me një pasion, me një besim, pjesa që është elektorati i gri, që është 23, nuk mos gabojmë 27%, apo jo? Jo, fare. Jo, nuk është kaq? Elektorati i gri? Po kam dëgjuar një që merret me këto statistika. Po to janë të pa baza. Jo. Po 20% është elektorati i gri. Po nuk e di, po pak rëndësi ka, ku do të dalësh? Po pra, me elektoratin i gri, për herë po të futen votime dhe kur ka pjesëmarrje të madhe, historia ka treguar edhe jashtë në shtetet tjera, po edhe
Për shembull në Hungari, ishte Bismarck se ishte 80 sa % mos gabon. 70 e cash. 70, po pak nuk ka 70. Jo, shumë, absolutisht shumë. Dhe kur ka një masivitet, Ne kemi më të lartë me Rafjala, me që Rafjala. meqense ka masivitet të madh dhe thonë që ta ndryshojmë të punë, vjen partitë të reja në pushtet, vjen në të mënyrë. Prek elektoratin gri, pa elektorat gri agron nuk vjen dot në pushtet asnjë parti. Asnjë parti. Te kam nga sondazhet, unë nuk kam ai, se s'po kujtohet emri një që bën kështu shkrime për këto sondazhe të mëdha të tjerë, një personalitet i njohur, po më kujtohet tani. Po ai është një numër i madh elektorati gri që nesër pas nesër thonë, ore të votojmë ta djem të rinj, ta ndryshojmë një herë këtë sistem, mos i shohim as Ramën as Berishën. Pra edhe një herë duhet të qeni gjuhë kompromisi, nuk e di po flas, ndoshta si një kështu në kisha në një vend që po flas si njëri që don që ky vend të ndryshojë agrën. Unë mendoj. Se je pak lab kokfort. Je po se kam fare. Do dalje jotja, do dalje jotja. Unë të shoh parlament si flet më. Kur të kundërshton Niko Peleshi të tjerët. Them u ngrit, i them kolegë ku shohim një herë në kafe, u ngrit ky filloi tani plasi rremuja. Ke gen. Tani reagojnë ndaj padrejtësive. Dakord, po je. Tani unë mendoj që zgjidhjet me njëshme nuk ka. Zgjidhja është në dorë të votuesve. Kur të binden votuesit, do sjellin ndryshimin. Jo, më dëgjoj një sekond. Kur të binden votuesit, zgjedhjen e fundit 150.000 qytetarë u bindën të votonin një parti të re dhe votuan. Tani ne duhet vazhdojmë të ngulim këmbë, mos të shikojmë as majtas, as djathtas, mos të bëjmë pazare, mos të ulemi në asnjë tryezë dhe të vazhdojmë të ngulim këmbë. Do thuash ti ka disa parti të reja, shumë mirë që ka parti të reja. Konkurenca është sjell të mira për vendin dhe për demokracinë. Do ketë konkurenca, do ketë debate, unë me Lapajn, unë me Qorin, do diskutojmë, do përplasemi, s'ka asgjë të keqe, çfarë problemi ka? S'ka fare problem. Votuesit do na gjykojnë. Kjo është demokracia. Nuk është zgjidhje tani hajde kthehemi gjithë të Partia Demokratike sepse ne nuk morëm 71 deputet. S'është zgjidhje. Nuk është zgjidhje. Nuk ka kthim pas. Ata mundohen në çdo mënyrë. Të na thënë po hajdeni, jo po ju po bëni lojën e Berishës, e Ramës, jo opozita opozitës, jo po përçani opozitën, po mundohen në gjitha mënyrat. Po krijojnë forume, tryeza, 4% për na detyruar, se 4% çfarë është? Për na detyruar që të vemi tek PD-ja. Po, për të futur listë. Për të futur listë me PD-n. Kupton, po i bëjnë gjitha, nuk ka kthim pas. Ne më mirë lëm fare sa të kthehemi pas. E kupton apo jo? Këtë bindje kemi. Është kokforci. Këtë bindje kemi. Nuk ja vlen. Ja vlen vetëm nëse vazhdojmë dhe ngulim këmbë në ndryshim. Kështu nuk ja vlen. Agron duke shkuar drejt fundit se emisioni është 40 minuta pak. E kaluam? Jo. Do të vësh një orë këto? Jo, për ju e kalojmë. Do bëj një pyetje të fundit. Kemi zgjedhjet vendore pas një viti. Erdhi filloi fushata, shtator filloi fushata. Gjithë betejë është në Tiranë. Dhe pak a shumë thuhet kush mba Tiranën ka mbajtur gjithë Shqipërinë. Këto është edhe me shumica e popullsisë të gjitha. Ku do pozicionohesh? Si do luash, domethënë partia jote, ju si do vendosni? Atëherë, ne mendojmë se kjo është një mundësi shumë e mirë për partinë tonë, zgjedhjet lokale, sepse do kemi mundësi të kandidojmë dhe të zgjedhim antar të Këshillit Bashkiak në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për një parti të re. Dakor. Po. Dhe në Tiranë po ashtu, edhe në Tiranë po ashtu. Për sa i takon kandidatëve për kryetar bashkie, nuk kemi marrë një vendim në lidhje nëse do nxjerrim kandidat apo nuk do nxjerrim kandidat. Është një vendim që akoma nuk është marrë. Do ta marrim. Do të them ai sa kuptova vetëm do kandidonin gjitha bashkitë për Këshillin Bashkiak. Është sigurt që për Këshillin Bashkiak po është normale për të parë forcën e partisë. Nëse do kemi jo për të parë, sepse ne duam që duhet që partia mundësia të ketë përfaqësues në Këshillin Bashkiak dhe të përfaqësojë zërin e votuesve tonë në gjithë Shqipërinë. Në Tiranë. Kurse për sa i takon kandidatëve për kryetar bashkie, mund të kemi po diskutojmë disa raste ku ka antar të partisë mundësia që duan të kandidojnë pavarësisht se ne jemi një parti e re si kandidat për kryetar bashkie të disa bashkive në Shqipëri. Për Tiranë nuk kemi marrë një vendim, por nuk përjashtojmë asnjë vendim. Asnjë mundësi. Që do thotë më shumë është mundësia
e mundësisë. Nuk ka as më shumë, as më pak. Mundësia e mundësisë që të ketë kandidat në vetë? Shiko, çfarë ka ndodhur kohët e fundit? Na ka shtyr që jo vetëm mos të shojmë pas, por na ka bindur që ne jemi në rrugën e dur dhe nuk duhet në asnjë mënyrë nuk duhet ndalemi. Sepse ti e di shumë mirë, ne propozuam dham iden që kandidati për Bashkinë e Tiranës e opozitës do të ishte një njeri i pavarur, që ishte apolitik, dhe doli emri i Florian Bine, që mendoj që ishte emër shumë i mirë. Se PD-ja nuk e kandidon më. Që PD-ja nuk e kandidon më. E tha Berisha, nuk ka kandidat pavarur. Kështu që çështja ashtu. Dhe pasi ne pranuam emrin, se emri nuk e zgjodhëm ne kishim kandidat tjetër, dakor, ne thjesht stamparimin, edhe pastaj pranuam, na u imponua emri dhe pranuam emrin që le të themi propozoi Partia Demokratike në rastin konkret. Tani, me njëherë pasi ishim në mes të fushatës, dhe me njëherë pasi opozita doli me një kandidat të përbashkët, pavarësisht se të pavarur, pavarësisht se ishte apolitik, Berisha doli nga të shtyp tha, do ulim me Edi Ramën sepse do krijojmë dhomën, një dhomë tjetër, do krijojmë senatin, do ulim numrin e deputetëve në mes të fushatës. Një pabesi e jashtëzakonshme. Tani na kanë dalë me teorinë që do ndryshojnë sistemin zgjedhor dhe do ta vendosim 4% që partitë e vogla, nëse duan të mjetojnë në logjikën e tyre, duhet të vënë në koalicion me Partinë Demokratike. Po kjo është çmenduri. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë është një mesazh i qartë. Me që përmende që parë. Që e filluam. Vazhdoni. Ky është një mesazh. Mos kini besim tek askush. Vazhdoni rrugën tuaj, sepse është rruga e vetme që keni, e vetme. Ne nuk kemi nevojë as të marrim një vendim. Ne s'duhet të marrim vendim, se s'ka rrugë tjetër. Kjo është e vetmja rrugë. Dhe është rrugë e duhur. Dhe për këtë jemi të bindur. Të nderuar televizikues të gazetës Koha Jon Online, edhe një herë ju rikujtoj se ky emision ndiqet në webin e Koha Jon, në Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, që janë afërsisht 1.1 milion ndjekës deri tani. Besoj që shtohen dal nga dal. Ishim me Agron Shehenj, i cili si debatuam, biseduam, i ka hyrë një rrugë të vështirë, po shumë këmbgul, shumë i vendosur dhe unë e admiroj për këtë këmbgulje. Se sa do fitoj këtë nuk e di, por mbetet nga deputetët më karizmatik dhe më të vendosur të Parlamentit Shqiptar. Bashkë mirupafshim. Koha Jon Debat nga Nikol Lesi.